Do më thënë, i ka fitore, më duket edhe 2 barazime, në Bullgarinë si mysafirë dhe si vendas me Spanjën. Kur si mysafirë ka një humbje me Spanjën. Të tjerët ka fitu 3 fitore. Po aty jemi. Ka fitu në ndeshjen kundër Rumunisë dhe është në finalet barazh. Që Turqia pa ankohet që s'kanë sulmus tipik. A qëta shkëna në full të pjesa e lojës problematika me më që pëse mujna me diskutu pak për ndeshën me... Do shta mund dojtë pak të vizita e kryeministrit, pastaj kalim të ndeshë, nëse më lejo. Për që ka shku Albini mi vizitua? Po qëre tash na deshtëm apo nuk deshtëm, gjdo vizit e një këtë ras kryeministrit është e mirësorë, sepse qëre, pa morë parasysh ajo është kryeministri jonë. Deshtëm apo nuk deshtëm, me shku me vizitu kombëtaren e Kosovës, me të vërtet është diçka jashtëzakonisht e mirë, sepse edhe lojtarët e mirë presin, por edhe këtu të regon një farlloj respekti që shteti është mbrapa lojtarëve. Sepse me shku me vizitu ministri nuk është gjë e vogël, kështu që peshojnë edhe lojtarë që gjithë populli është mbrapa tyne, sepse meritojnë, edhe na duhet këta djemi përkra, pa marë parasysh. Por, unë e përmendoj se përmendi edhe profa. Kjo nuk do tash me shkuna mu bazu, për shembull e kemi mujtë Suedin, pse mos të mpushtim Turqinë. Se i kom një sot edhe do shumë edhe portale, në qofse Mali i Zi e ka mujtë Turqinë, pse mos me mujtë na. Nuk do të mu bazu në atë nivel. Sepse, kur e ka mujtë Mali i Zi, për shembull, ka shumë çështje, shumë rrethone, u kon stadioni, jo i përshtatshëm, u kon forma jo e duhur e disa lojtarëve, tash na duhet mu bazu këto. Po unë mas shumë t'i ku bazona në forcën e fudës, sepse ai tipik e ka shti një mentalitet gjerman, e poshtë edhe adet për shembull me njerë mas lojës, u gëzu me ta, 2 minuta, tha një shkollë kemi ka përcy, do të me shku me ka përcy shkollën tjetër, që i ka ullë për toke. Kështu që ne tash jemi kombëtare e madhe, nuk jemi kombëtare e vogël, sepse për shumë që këtë botë është të full për neve. Nuk ka që i gazetari Loriki e din ma mirë, nuk ka portali, nuk ka shtet që nuk full për Kosovën. Sidomos sot veç Loriki i kish marrë 5-6 futbollist, i kish marrë në pyetje, ti me po që apo folin për Kosovën, kjo është diçka e madhe për neve. Apo kupton? Po t'jep respekt, po të respekton si Kosovë, po t'i respekton lojtarët, para me nuk kishton një qaj që i kështë marrë të në pyetje, i ka tifos të flakt, pa din qëfar tifos ka Turqia.